Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 30, data 30, një ditë e fundit e muajit qershor, një ditë mjaft me rëndësi nga ana planetare, sepse kemi dy çështje shumë të rëndësishme, siç kemi të bëjmë me hënën e plotë të qershorit, që zhvillohet në boshtin gafore Briciap me pjesëmarrjen e Saturnit dhe Neptunit, një kënd shumë ndikues. Kjo është një hënë e plot veçanërisht intensive, kryesisht për çështjet tona profesionale ose marrëdhëniet në një nivel personal dhe profesional, ndërsa formohet në ndikimin e Mërkurit në retrograd. Është e rëndësishme të shmangim angazhimet dhe formalizimet ose marrëveshjet. Mund të ndodhin ngjarje ose ngjarje të papritura, ndikime që kanë të bëjnë, por me kujdesin më të madh, do thosha unë, nëse kemi të bëjmë me çështjet ekonomike, paraditja është pak e vështirë, shenjat që të jenë më të kujdesshme, do të thotë shenjës së dashit, gaforja, peshorja, briciapi të dhjetit parë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por nga dreka, ka të bëjnë shumë, e do shikoni edhe vetë, kemi Jupiterin që kalon në Luan, duke filluar një cikël i ri në shenjën e Luanëve, do thotë në shenjën e krijimeve të fëmijëve, gëzime, argëtime. Pozicioni i tij është i shkëlqyer deri në verën e vitit 2027 për ndikime të mëdha që do të ketë, do të shikoni edhe vetë. Kemi dashuri të reja, kemi fëmijë, kemi për ata që janë kërkime të një pasardhës, dhe jo vetëm kaq, kemi shumë lajme të mira në përgjithësime, në marrëdhënie dhe në vazhdimsi. Është një ditë mjaft e mirë shoqëruese në lidhje me çështjet nga më të rëndësishmet të qenë ndonjëherë, prandaj pini pas, mos e lini pas dore, sepse është koha, është mundësia dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues